Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar pak ditën e sotme, qëndrimet e Mirit edhe të Selin. Miri dhe Selin vazhdojnë që të mbeten kryefjalë në këtë Big Brother, po komentohen shumë, po përfliten shumë, dhe sidomos po shikohen me lup marrëdhënia e tyre, afrimiteti i tyre dhe mimikat dhe lëvizjet e tyre. Ditën e sotme vllau i madh vuri banorët në një sfidë për të dhënë përgjigje për njëri tjetrin për 100 ditëshin që kanë kaluar brenda asaj shtëpie. Dhe në pozicionin që ishin ulur, do me thënë që pozicionet fillonin nga Rogerti, Selin dhe Miri, ishte një radhitje shumë interesante që ishte Selin në fakt ajo që e vuri në dukje këtë gjën dhe filloi që të qeshet me të madhe. Ndërsa Mirin e pash që u argëtua pafund, e duartrokiti dhe ishte njeriu më i lumtur në ato momente që Selin ishte në krahun e djathtë të tij. Selin ja ktheu shpinën Rogertit dhe ju drejtua sa më shumë Mirit, pasi që ishin shumë afër. Çfarë pash unë sot aty? Do me thënë nga ana e Selinës e pasha të provokimin që Selina e bënte 2 muaj përpara. Do me thënë kjo goca që mundoheshte me këtë energjin, me këto pozitivitete të marrë vëmendjen e të gjithë banorëve të shtëpisë. Ndërsa nga ana tjetër, tek Miri, pa marrë parasysh që ka kaluar një kohë jashtëzakonisht e madhe, pa marrë parasysh që gjërat kanë ndryshuar, pa marrë parasysh që rrugtimet kanë marrur rrugë të reja, tek Miri i pash të njëjtat emocione, i pash të njëjta ndjesi, siç i ka patur më herët kundër drejt raportit me Selinën. Do me thënë, Mirin e pash shumë të përfshirë në këtë raport. Miri ishte shumë i lumtur që Selinën e ka në krah. Në momentin që vllau i madh drejtoi një pyetje se me kë do doje të sqaroje një keq kuptim, e pash që Miri dëshironte që të sqaronte me Selin. Do me thënë, pa marrë parasysh se çfarë po ndodh, pa marrë parasysh se çfarë ka ndodh, unë besoj shumë në mimika dhe Miri është një njeri i lexueshëm në fytyrën e tij. Unë mendoj që Miri ndjehet shumë i lumtur dhe ndjehet shumë okay në qoftë se Selinën e ka në krahun e tij. Tani, unë këtë gjën që vllau i madh është duke e bërë, unë mendoj që po e bën vetëm e vetëm që të zbutë atë raportin e ftohtë, raportin e egër që Selina dhe Miri e kanë krijuar, për të ndërtuar një diçka të re mes tyre dhe për të ndërtuar një rrugtim të bukur mes Mirit edhe Selin. Tani unë e di që Selin këtë gjë nuk ja jep, sepse Selina mendon se si komentohet jashtë, si përflitet, çfarë thuhet jashtë për të, por Mirin e shoh të gatshëm për të qëndruar sa më afër Selin. Dua të marr mendimin tuaj si e keni parë ju sot këtë qasje, edhe pse unë e pash që Miri nuk është se ka ndryshuar në një mendim, është po ai Miri që ishte që në ditën e parë me Selin.